Mirë mëngjes dhe mirë se s'është as mëngjes, po ne se mirë dita dhe mirë se erdhet në një tjetër vlog në kanalin tim. Më me këto flokët e kuqe, kështu se më bie dhe drita këtu, jam vesh me të kuqe se isha duke xhiruar një video në fakt, por po e morëm në fund makinën, e bleu Ivi tani, ka pak që e ka sjell. Unë isha duke marrë me disa gjëra tani dhe nuk pata mundësinë që ta shoh tamam, por është shumë e bukur edhe është shumë e mirë për aq sa siç u thash unë, një mesatare që ne donim që ta merrnim, po. Kjo është makina ime e dytë. E para ishte ajo që ju tregova, që keni parë, domethënë ajo polva e thjesht që kisha. Dhe tani kemi një më të mirë, domethënë unë, se Ivi ka tjetër. Kështu që po ja u tregoj edhe ju, është shumë e bukur. Kjo është lepurushja ime vogël. Ajo mbrapa është lepurushja jonë tjetër. Kjo është lepurushja ime personale e trupit tim. Kjo targa është ajo që është momentale, sepse nesër apo pas nesër do të bëhet regjistrimi ynë. Po, kështu, është shumë e bukur, pëlqen shumë, do t'ja tregoj edhe brenda se si duket, por që është funksionale. Do ju them diçka, unë gjithmonë i gëzohem të gjitha gjërave që ne marrim. Nuk ka rëndësi, është bler 5.000 euro, është bler 10.000 euro, është bler 20.000 euro në jetë, duhet të vlerësuar çdo gjë. Edhe sepse është bler me mund, me sakrificë dhe është goxha e madhe në fakt edhe praktike për ne që jemi me fëmijë dhe ka shumë vend mbrapa. Kështu duket dhe brenda, ato i në ka lënë Ivi aty që e mbajnë për rrugës. Por që i ka të gjitha, ka ekranin, ka që më duhet mua për, sidomos për Google Map, që i ki rrugëve, edhe ka të gjitha, është automatike sigurisht, edhe është shumë e mirë, e mbajtur në gjendje perfekte, se normalisht për ne, dhe kjo është e rëndësishme. Mbrapa janë këto 3 vendet që mua më pëlqejnë shumë, edhe janë shumë të pastra. Këtë makinën e kemi bler tek një gjerman. Edhe nëse doni një këshill personale, gjithmonë ju që blini pak të makina këtu, blini tek gjermanët, sepse i mbajnë realisht, do të thënë le të jetë shitës privat flason se i mbajnë realisht shumë mirë makina. Gjithmonë dhe të tregojnë sinqerisht se çfarë ka makina, çfarë i punon ose çfarë jo. Ja, sa të mire ka këtë, kjo për mua është shumë e rëndësishme, edhe kjo ndihma gjatë parkimit që bën kështu pip me sensore dhe gjëra. Është shumë e lezetshme, i ka të gjitha funksionet që duhen, edhe është në gjendje si që thash shumë të mirë. Më pëlqen, e shumë e mirë, shumë e bukur, dhe si që thash, unë i gëzohem çdo lloj gjëje që është bler me mund, me sakrificë, edhe me shumë punë. Nuk ka rëndësi si është, si duket etj, por që ta bëj dhe punë, të më duhet mua dhe më bën realisht punë, edhe për të dalë në autoban, sepse kjo ishte e gjithë pjesa e rëndësishme, për heq kështu që mos u duket e shumë kjo. Kjo ishte pjesa më e rëndësishme që unë të dilja me këtë në autostradë, sepse ajo që kisha e vogla nuk ishte shumë optimale, le të themi, që të dilja në autostradë, sepse normalisht ishte pak më vjetër. Për mua domethënë ishin shumë të rëndësishme këto që ti kisha dhe i ka që të gjitha, edhe më pëlqen shumë. Domethënë mjafton mi bën të gjitha gjërat siç i dua unë, kanavi, edhe çdo lloj epi që më duhet mua në makinë. Edhe mbrapa shihni sa shumë vend që ka, është perfekt për karroca dhe gjëra. Kështu, kaq, se sigur do ja u shes, po ja u tregoj. Kështu do ta provoj pak më vonë më mirë normalisht, por që më pëlqen shumë. Ashtu siç e kishim menduar ne, edhe normalisht mos harxhonim dhe shumë, dhe të merrnim diçka të lezetshme. Dhe kështu na doli. Ivi si gjithmonë me këto bleret e makinave në fakt qëllon. Asnjëherë nuk kemi shkuar te mekaniku, shpresoj të jetë edhe ky rasti. Orari pazarit te Edeka si gjithmonë. Sa tani te Edeka edhe bleva ushqimet dhe do bëjmë hol me mikin. Prit mos na i hapër bërs. Gjalp? Miell? Është miell. Bravo, kemi 2, 1, 2. Sa kemi miki? 1, 2. 1, 2. Kemi miell për buk, normal kështu të bardh, siç e kanë qef fëmijët, dhe kemi dhe miell për pica. Për pica. Sot miki pica? Për pizza. Po, bën pica. Kjo këtu pastaj është form. Form e moram shumë për bukën këtë. Është form. Nuk kjo këtë qa është kjo miki? Baba buki. Buki. Kjo është buka. Kemi bukë këtu.
Dhe pastaj këtu kemi makarona. Magloni. Këtu kemi bizele. Bizele. Bravo. Këtu kemi... Qa janë këto, Miki? Veza. Veza, po, veza. Je, mëza, jep, mëza. La që më dhanë. Veza. Veza. Këtu kemi? Brokoli. Broccoli. Bravo, brokoli. Broccoli. Brokoli. Këtu kemi? Uj. Jo, uj, qumësht. Sëmës. Bravo, qumësht. Këtu kemi? Salat. Salat. Këtu kemi proshut. Lesën. Këtu kemi djath. Stemina. Qa është ai, Miki? Pastaj këtu kemi mish. Mis. Mish edhe qofte. Ai, Miki, këtu kemi... Qa është ke, Miki? Ups. Kos. Des. Kos. Tush. Po, tosht. Kemi kos. Tush. Këtu kemi pesto. Pesto. Pisto. Pistu. Po një dojmë. Kim. Këtu kemi një kështu për të bërë ëmbëlsira me kështu kokos të grirë, si i bie. Është e preferuara ime kjo. I kam pësuar që këto. Pastaj këtu kemi, këto janë preferuarat e Miki Betokit. Çe kemi këtu, Miki? Tomate. Po bo më jok. Tomate. Po bravo. Edhe sa ai mami, sonë di që ti i di. Edhe një tjetër? Tomate. Domate, po. Këtu Tomate. kemi sot buke. Buk. La kjo e al naturës që është shumë e mirë. Shumie. Shumë e mirë. Kurse më të mirë, këtu janë patatina. Bam. Qa janë këtu patatina? Po pas ku që janë këtu patate, i këto është e patatina. Pastaj, që kemi këtu? Tomate. Jo domate. Kiwi. Kiwi. Keshi. Kiwi. Kiwi. Pastaj këtu kemi mjedra. Mjata. Mjata. E vetë mos i mos kujto, se i thot vetë vlaj, të lutem. Qa është kjo, Miki? Banana. Banane. Jamua. Në mua. Miki kemi makarona. Balokona. Po të fundit, mami. Kemi gurke. Urke. Se ka stravet gurke. Urke. Se ka stravet është pak e vështirë. Na, tu kemi Ju vështirë. lule shtrydhe. Bebe like. Qa ke të dorë ati? Mami. Shpirë. Unë di fjallës. Po, mami, e di. Pana. Pana. Qa jam pana, ma? Pana. Këtu kemi salcë. Mami, qa jam pana? Është salcë. Tash. Këtu kemi kështu limon të grirë. Biskota. Tash pana. Biskota. Këtu kemi, një sekund mami, këtu kemi hurma. Këtu janë biskota me të shërë, janë speci. Këtu kemi shalqi. Mami, të shojitës. Bravo. Speca. Këtu kemi salcë. Tip nga këto patate. Patate kështu si të kuqe, nuk e di. Si kam provuar në njërë, këtu dhe të provoj sot, më ka të ratë e spak. Tu kemi rukola, ilaç për enët. Miki di praktikisht çdo fjalë, dhe çdo fjalë që i thua e përsërit, disa nga këto i di vetë, pa ja thënë fare. Ilaç. Ilaç. Kurse kjo këtu është rukola. Rukola. Oriz. Mi mysli. Mysli. Papa. Këtu janë këto myslit këtu si asi. Këtu kemi speca me gjizë. Prit, mi ke gjithë një gjithë anë që i hahet nga këto. Mere një? Hajde sapi. Ta hap mami? Mirë, baje këtu se bështi. Baj, t'jap mami dhe ty. Pastaj kemi... Këtë t'jap... Kemi çokolata me kokos, po s'pe ja u tregoj si të na i marri. Maja. Do thuash Maja?
Maja. Maja. Përse këtu kemi portokall. Portokall. Të kemi portokall. Këto ishin dhe... Po do t'jap mami shpejt. Morëm ujë. Niki çaja këto mami. Niki çfarë është kjo? Ujë. Morëm këtu brenda ka... Çka ka këtu brenda Miki? Egg. No, Dieg. Çka ka këtu brenda Miki? Aja. Çka ka këtu mami? Aja. Aja, jo aja. Vez. Diz. Tu kemi pastaj një lëng kështu nga këta të Rotbekjen për imunitetin. Kjo Miki është shumë e mirë. Është super. Të pak super. Dhe këto ishin. Mora dhe një të gjëra tjera që nuk i nxjerr se i han. Kështu që s'po ja u tregoj. Edhe kështu, këto ishin gjitha gjërat të plevateketeka. Mika? Kalota. Jo, kjo është bostan. Bostan. Kalor mami këtu? Te frigoriferi. Fusim dhe brokoli. Edhe salat. Bizele. Mami se prish. Bizele. Po, bizele. Dhe çfarë është? Jo. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Unë tani jam duke shkuar. Më shihni këtu jo mua, jo dhe mirë. Po tani fare. Jam duke shkuar në punë sot, të heq këtë gjupin lajq, sepse ka vendos klimën. Unë po iki në punë, sot është ditë e enjte, edhe sot është moti kështu, sikur po jo jap motin unë, po është shumë ftohtë, edhe erë nuk fryn, po ka rënë dhe shi dhe po bie shi dhe do bjerë shi e sigurt. Edhe unë po iki ka marrë kafen këtu me vete, sepse s'më pëlqen fare ajo te puna. Më gjanë sikur më harxhon atë kohën e kafes dëm. Mikën do. Një çantë të vogël, që kam futur këto gjërat e mia për herë të parë në univers, unë po marr çantë të vogël. Se unë marr gjithmonë çantë të madhe. Thash sot me vete, pse marr unë çantë të vogël? Pastaj u kujtova, kafja për shembull, të fus këtë të kafes kur dal. Po hajt më, ora këtë vogël. Nëse unë po iki pak para kohës se kam punë, të marrja dy gjëra atje. Sot kisha fare fuqi për të ikur në punë, toja vetëm gjumë, sepse është dhe moti kështu edhe është fiks për gjumë, edhe normalisht i vinë në shtëpi, por do ikim, çfarë do bëjmë. Mbarojmë dhe këtë ditë sot, unë nuk e shpresuar që të thonin, s'ka ardha, asnjë nga personeli sot janë të gjithë së mua, rrinin në shtëpi, po e manifestoja, por nuk ndodhi, po nejse. Tha i visi po sikur do vuash, tha çfarë do bëj, do dëgjosh muzikë në makinë, tha atje, tha nuk është se do lodhesh edhe shumë. Pse nuk lodhesh shumë, vetëm ndërisht lodhesh. Pastaj nga veshi. Nëse ika që mos të ha shumë kohë tani, edhe do të shihemi pastaj. Pastaj nuk do bëj asnjë gjë interesante kur vi nga puna, sepse Ivi do të shkoj që të regjistroj makinën time, se gjeti një takim direkt ditën e nesërme. Erdha, edhe kam harruar atë çipin që hap derën. Tani më duhet i bie ziles vekja im është kur harroj, por harrova të çanta tjetër, se siç ju thash bëra atë ndryshimin, pa lidhje, po hajt. Po dola tani, do ikim me vrap shtëpi, sa të mirë janë fëmijët, ndonjëherë më pëlqen shumë, ndonjëherë më pëlqen shumë që fakti që punoj me fëmijët, se janë shumë të ëmbël dhe të padjallëzuar, më bëri një fëmijë pa dashje pis, edhe thashë nuk ka problem se laj, nuk ka problem thashë ta lan mami, po lan mami, unë jam mami. Po ja shumë të mirë. E din se unë kam mendje një mami që kujdeset për mua, po nuk e kam. Nejse, po ikin në shtëpi tani me vrap të kolopuçat, edhe që edhe i dit kapi në kohë atë terminin për të regjistruar makinën. O Miki! Miki, dhe na bësh pak okej? Me gisht, mami. Tregoja mamit gishtin? Okej? Miki, është e okej, visa jo? Po
Po ju tregoj këtu këtë ëmbëlsirën që unë bëj zakonisht. Ju duhen vetëm 4 të bardha vezësh dhe përbërja është vetë e gatshme. Unë faktu ju sugjeroj që ta bëni vetë sepse kjo ka pakës sheqer. Unë nuk më pëlqen shumë vetëm për këtë pjesën e sheqerit, por dalin të mira gjithsesi. Por nëse e bëni vetë, bëni pa sheqer ndoshta fare. Duhet vetëm paksa për t'i bërë. Siç e pat aty i përzjeva ato bashkë, është shumë e thjeshtë, po ta tregon vetë kartoni. Dan këto gjërat e vogla që mbajnë ëmbëlsirën, që të cilat mund t'i hashet dhe këto nuk prishin punë, dhe më pas çon diku tek një lugë. Unë i bëra bashkë me Okin, e fusi furin për 170 gradë edhe lart e poshtë ose me këtë të ajrit, dhe më pas i sheh me sy sa duan, sepse duken. Nëse bëhen kështu do thotë që janë bërë. Ti bëni edhe vetë në shtëpi, ju duhet thjesht kokos, domethënë pak sheqer dhe 3 të verdha veze. Sa moti keq sot, e shkuli fare këtë pemën e gjorë, shumë erë. Çfarë që pashun ishte me 38 km/h. Ti qa është kjo këtë? Una? Po këtu? Siri? Po këtu? Torta? Po qa quhet kjo? Si ka emri? Goja. Goja. Po të qa e ke këtu ti? Ti e Miki? Kalota. Qa është kjo? Karota? Kalota? Adadole. Është e mirë? Është mia. Ude. Me ki thoj pak si je? Mirë? Patim. Mua. Hajde babi këtu, şu çaka babi këtu. Şu këtu banana do çuni. Gjinde. Zordu. Mam, ich. Peki, yok. Hazır şef? Muam ka tek shkolla, Oki nuk ishte sot kita, kështu që erdhëm, të lëm një gjiro këtu te Veza Parku, të shojmë një gjë tek aja po spi. Po jem lejme. Beti. Buri Beti. Ti je me fatë se buri Beti ishte ai bukuri. Po. Ka përfënga më ngjesin tani, edhe unë vleva një 2 bojra për flokun, edhe që janë kështu profesionale. Një ka sugjeruar Brisi këtë që ka sugjeruar këshuja vetë si parukere, po dhe jo të tregoj të shtëpia. Sa gjëra të bukura o zot. Edhe më tani ndaluam te mos i prish gjitha se gjysmat janë për Leilën. Shiça ka marrë Oki për Leilën dhe për vete. Si këto për best friends, si s'po vinte anglisht. Sa bukur për që të ngueshta. Po, një Oki, një Leila. Po njëra si nga shumë e fortë, shumë e këto gjërat. Po, mos i jetë, mbyllë. Po, mi që ka marrë këtë valigjën me lisa floksh. Leilën. Po, lëri atu mos ja prish Leilës, mami. Ne kemi ndaluar tek Pizza Hut, sot kemi balet. Leilë. Pas Leilë të marri vetëm një, sa i ti vetë. Mirë. Po, mami, mirë. Kemi ndaluar këtë dhe Pizza Hut, i marrim kajt në një nga këto të Pizza Hutit, se i ka shumë qef. Nuk e di pse. Nga që i sheh kështu në televizor, vallaj se ne njëherë 2 herë kemi marrë nga këto dhe janë kot fare. Po nejse, do t'i marrim dhe kur vim nga shkolla do gëzohet shumë. Wow! Blem roba shumë të bukura tek Cend. Po presin tani edhe Ivi shkoj të çau Bela po të blej. Si e hapim të nuk ke lënë gjë pa fat. Si e hapim të mëson mami, futet tek gisht. Hajde se s'pekim shtëpi se kemi të balet, sot unë do të mbaroj se edituaj një video. Balet! Do të mbaroj se edituaj një video dhe pastaj do ikim te baleti. Lilian. Lelia. Ka janë Lilian.
Mirë, mami, lëre aty për Lejlen. Leljen. Miki, janë bukur këto? Po thashtë Miki, sa bukur. Sa bukur. Qa është kjo, Miki? Tasi? Këtu, jo tasi. Kjo qa është kjo? Pisha? Pisha? Tasi, thot për atë. Tasi e di për gotët. Këtë pjesën tani po e bëjmë me voice over, nëse shihni që zëri im edhe buzët nuk lidhen, është sepse unë isha duke bërë në mbrapa skenë, isha duke bërë muhabet me Ivin, domethënë. Nejse, po ju tregoja këtu se si i bëj unë flokët me mash flokësh dhe i bëj kaq super thjesht. Domethënë një ndaj thjesht në le të themi në pjesë shumë të mëdha, për mos të thënë diku tek 8 copë ose 6 copë në një herë, 3 nga njëra anë dhe 3 nga ana tjetër, edhe bëhen shumë lezetshëm kështu, domethënë mua kështu më duken gjithmonë, okay, ditën që do të xhirosh asnjëherë nuk dalin flokët bukur apo çdo gjë tjetër, as ëmbëlsira asnjë nuk del e bukur, por gjithsesi unë doja t'ja u tregoja, meqense se atë ditë po i bëja flokët kështu, do i bëj edhe një herë tjetër me pak më ngadalë dhe t'ju sqaroj më tepër, por që bëhen shumë bukur edhe zgjasin shumë. Këtë mashën e flokët e kam bler para son tek në Amazon, edhe më duket ju kam thënë edhe këtu në video, nuk jam shumë e sigurt, por që kështu dalin shumë bukur. Në fund fare i rregulloj me pjastër vetëm këto pjesët e sipërme, siç po e shihni kështu, dhe rezultati del fantastik. Erdhëm në shtëpinë, unë po bëjmë gati të shkojmë pastaj tek baleti, jo te tualeti. Nëse isha te tualeti, që rregullova këto flokët siç e pat, kështu i bëj unë këto ondet e mëdha, në fund fare do t'i kre. Qa është kjo, o zot, është parfum. Miki, o jetë, është Miki. është parfum. Jepja okit atë, jepja okit mami, jepja Oktivjes. Edhe thjesht i krej kështu në fund dhe kaq i bëj unë. As 5 minuta nuk më marrin këto flokët, i ndaj në pjesë shumë të mëdha dhe i bëj me mash, pastaj atë mashën e kam bler në Amazon këtu e 5 vite para dhe shumë e mirë, do nga rezistuar dhe ka shumë lloje të ndryshme formash. Ndërkohë i krepa këtu me pjastër dhe pastaj do t'i hedh saktë sandi. Çfarë është kjo? Është parfum, edhe kjo parfum. Nëse ne ishim te Caja, si vjen këtu lëmur? Të gjupin për kaj, ishte shumë i bukur, ky kishte 39 euro, dhe do të thënë 40 euro, dhe më pëlqeu dhe një tjetër shumë, a ishte 10 euro më tepër, po ishte ngjyrë kështu blu dhe Kalvi më pëlqen shumë këtë të ngjyrën e zezë dhe ja morëm. Goxha i trash, ja mora për tani sepse i ka 2, po nuk e ka qef njërin që shumë i trash si pëlqen ngjyra. Mora çorape nga këto që janë kundër rëshqitjes, që janë me këtë këtu. Mora disa palë, në fakt për Mikin, për Oktavian, dhe janë shumë mira. Një palë nga këto bënte 4,99, më duket të gjitha atë lloj modeli mora unë. Shumë të mira, do të thënë 3 copë si i bie, 4,99, 5 euro kjo. Është mirë mami. Është shumë mirë. Mirë, shkova për Oktavian, në fakt që ti merja pantallona, sepse Oktivia zgjatet shumë. Edhe shqyr zgjatet, por që zgjatet dhe nuk i bëjnë me gjërat. Mora këto streqe sa cute që janë për Oktavian, 3 ngjyra. Këto të treja shkuan 20 euro. Edhe shumë të bukura, kështu pak të trasha, nuk jam mora pak zmellush brenda, nuk jam mora ato bazike që ka, se ato ka 10 palë. Shumë bukura këto, më pëlqyen. Oktavian këto tuta që janë më tepër si për çuna, por gjithsesi unë jam mora sepse janë të bukura. Ky është manikyr, mos u bëj me lapsa. Edhe është ngjyrë e bardhë, ngjyra kjo është si jeshile, edhe kafe këtu mbrapa, por që i ka mirë Oktivia me bluzat. Thash, janë më tepër për çuna, por që janë okay. Qa është ajo? Ajo është manikyr. Nojni kuzhinën time këtu se është bërë kao, se unë nuk i kam quar në përvënd, as nuk i kam reguluar. Këtu ishin 3 bati që ishin diku tek 10 euro. 10 euro bënin 2 copë, por po të merje 3, do të thënë merje 3 dhe paguaje 2. Qa të bukura, ja mora kështu me gjëra për vitin e ri. Qa të bukura më gjënë shumë farë. Tjetri është bazik, është ngjyrë lila, të treja, material shumë i mirë, këto të cenda si kam provuar më pëlqen. Kjo këto që do ja tregoj unë, ky është kostumi i Mikit tim të vogël. Doja një mas pagës më të madhe, por nuk ishte, do në fiksova. A ishte rimel. Rimel. Ka hap çantën time të make-upeve dhe prandaj po mi sjell më të gjitha ç'është kjo. Nëse ky është kostumi i Mikit tim,
tematika ose tema e ditëlindjes së Mikit 2 vjetorit do të jetë me futboll, se Miki pëlqen shumë të luajë futboll. Edhe mendojmë se në të ardhmen do bëhet një futbollist i suksesshëm. Do i plotësoj ëndrrën e madhe babit. Babit vet, Ivi domethënë. Edhe po parfumi, ju fikson parfumin tim. Edhe kështu do t'i blej palatet e bardhë, sepse ai ka një paladitas shumë të bukura, kanë qenë të kajt, po të badu bë. Gjithsesi ato janë të reja, zërës si ka përdor asnjë. Mora këto streqet e Oktavias që u pendova, doja t'i lija me thënë drejtën, po thash hajt po i marr. Këto ishin gati 11 euro, kështu me fjango për vitin e ri. Këto janë për 7 vjeç. Po, mori dhe këto për vete edhe për Lelën, nuk ishin këtu, këto ishin në të ndryshme, por që i ka çuar Oki këtu. Tani, o Miki, hajde o mami, të lutem mos i prish. Këto thashun ishin për 7 vjeç, Oki është 4, por ishin prerje e vogël, nuk e di, domethënë ajo për 4 vjeç i bënte Mikit, ishin një prerje shumë e çuditshme. Dhe po, pas kemi patur. Morën edhe disa lidhse, flokësh, kështu gjërash. Ndërkohë i kam kapur Okit gërsheta, hajde i tregoj mami pak të sa bukur i kemi kapur. Opa! Të princesha ime, ktheu pak mbrapa, ktheu. Shikoj që bukur. Ja kapa një çik flokë tani që ti ketë gati për pastaj. Ma shikoj të videon. Hivi shkoj që të marrë i kalbin, pas edhe do... Bo, Miki! E dëgjova mami, e ndjeva mu në shpirt. Kështu që shihemi pastaj tek baleti. Eva përsëri një maça unë. Kjo është me lule shtrydhe. Okej, me lule shtrydhe është pak më mirë, është bërë me qumësht. I kam hedhur vetë qumësht në shtëpi, është mundësia e fundit që unë jap maçës. Nuk më pëlqen definitivisht 000. Jo më jetë se s'është për ty kjo. Por që po, hoqja dorë përfundimisht nuk e tentoj apo testoj më sepse realisht nuk më pëlqeu më asnjë lloj mënyre. Kështu është okay, domethënë po do ta pish si me zor le të themi, por që nuk është ndonjë wow. Ndërkohë ato bojrat unë i kam harruar në makinë, si jam mençur që jam. Kam harruar çantën komplet, po do e sjell Ivi tani që do të sjell kalbin. Edhe do t'ja u tregoj ato bojra. Siç ju thash, mi ka sugjeruar Brisi që ka sugjeruar kushtorira e vet që jeton në Itali, më duket po në Itali, edhe është parokere, kështu që e kam marr atë, edhe besoj se është boje mirë. Jam e bindur që është boje mirë, por që gjithsesi unë çfarë kur më thotë më sugjeron Brisi në që e marr gjithmonë. U takuam ne. Dita jon. Kur e hëna bëhet dita e preferuar. Po, pra gjithë urrejnë të hënën, ne vdesim për të hënën. Jemi këtu me këto lepurushe që po ndajnë të mirat materiale që kanë sjellë njëra tjetrës. Yp, edhe sa mbaruam tani. Brizi sot ishte bërë ekstra yll për mua, po ka Inshallah. Lahemi ne kur takojmë. I dhe njëra tjetës jam larë për ty. Shiko, se për ty për la. Si e djel që është. Okej, lam. Ne nuk na del kur kjo 1 orë sa është kjo. 1 orë kjo. Jo, 45 minuta. Pa, 40, se ne vime vonet. Ne vime vonet, kështu nga 10 minuta për kokë. Edhe, po me si presim takimin e radhës, po të takojmë mes javës. Spres drejt hënë, nuk bëj çfarë duash. Jo, do lejmë takim kështu, do Do të rezervojmë. vim në shtëpi. Ma jepa lele. Të lumt, wow. Bravo, Po shumë ndajmë mirë. gjëra. Jeni pothuajse të mira. Shiko si u bën këto. Leilushi na dha ne biskota me bajame, ndërsa Oktavia i dha këto kapset që i ka bler ekstra për Leilën dhe këtë se do bëhen si shoqë. Ups, s'kaq. Do bëhen shoqe të ngushta, ka që janë shoqe të ngushta, jo do bëhen. Oh, që ata zhuri që janë. Po për që ja vuan po s'po e marr lart. Spontane. Ebra. Bëra përsëri brum për pica me këtë. Jam bërë eksperte tani, do ju bëj ndonjë ditë një video në nuk e di, ndoshta në Instagram ose këtu, ose duart e mia. Dhe këto janë brumët e mi të vegjël, brumët. Dhe topat e brumit. 2, se 2 i kemi këtu që po e hap. Se keni den sa i but ka dalshi. Zot sa i but edhe me këto fluskat, kështu e quaj unë një brum të mirë. Mos me ke. Në këto flus, ky tjetri që po piqet këtu, që më ka thënë një vajzë, që e ndjek në Instagram, një vajzë shumë e mirë, ka dërguar disa mënyra që ta fus në fund fare dhe ta pjek me temperaturën më të lartë që ka soba. Edhe shihni sa një të del. Por që po jam bërë një ekspert e brumi tani njerëz, jam bërë një ekspert e brumi. Më duhet të gjejmë patjetër një makineri, sepse bëjmë atë mikserin e dorës.
Shpirt, sa të gjej një tjetër. Më besoni që gjithmonë bëjeni brumin, mos e zini vetëm me dorë. Po drita ime. Mos e zini brumin vetëm me dorë, por punojeni me këtë makinerinë që bëni ëmbëlsira që rrihni ëmbëlsirat, po me atë gjën kështu që është kujdes mami, që është si spirale vogël, edhe duhet të jenë gjithmonë të futura nga brenda ato ganxhat. O jetë, thot koto baba. O drit. Janë të futura kështu nga brenda, do të jenë të futura nga brenda, domethënë me fytyrë nga njëra tjetra, jo nga jashtë. Edhe e bën shumë mirë brumin ajo. Por që duhet punohet me patjetër me makinë. Okej? Shihni pak sa e mirë ka dalë. Se unë kisha harruar të çoja, shihni pak tu. Është prishur, mos ja vini re sepse detyrova që hoqja pak shpejt. Por shihni se ka dalë perfekt. Ja, kështu bëhet. Por duhet çuar gjithmonë në fund fare, do të thënë tek pjesa e furrit. Me atë tepsinë e zezë që keni, unë I hedh miell, po mund t'i çoni dhe letër gatimi poshtë. Edhe te gradacioni më I lartë, unë kam me 250 furre, ato I çoni dhe ju 250 ose atë që ka furra juaj. Dhe del super. Kjo është vetëm margarita, dhe keni iden sa e mirë ka dalë. Kjo që doli pak më herët, shihni sa butë edhe shishme. Mund të kenë shumë bukur kështu, por po t'i shihni live janë perfekt. Që do mundohem të regjistroj një ditë që ta bëj si recetë. Ja. Shihni sa e butë, edhe fokuson mirë ky sot. Sa e butë që ka dalë, mos I shihni duart e mia kështu të zeza se janë nga pjekja e kësaj. Edhe është bërë nga kjo, domethënë e zezë nga kjo e furrit. Kështu, shihni sa e mirë që është. Super fare, ka dalë super. Gjesi kaotik për në shkollë. Jemi tek orari drekës, po brumatriqja, dora ime domethënë. Zura disa pite këtu me qumësht, kuleç të taxhulit. Për Kalvin kam hedhur këtu pak salcë nga kjo, o zot nga dhe në devrish. Edhe pak 2 luk shtu vaj ulliri, biu. Këtu po zi fasole, ajo është që e pas speca dhe po vaj ulliri krip dhe mish vich, tani faksa se kisha harruar. Është shumë mirë kryqi. Nëse jep gjithmonë mish pse është më e shishme mbi të gjitha dhe I përcis më mirë të vlerat. Se këtu në kuzhinë është pak kaos tani për momentin dhe do bëj gati disa patate për t'i skuqur, do t'i lënë në ujë. Nuk e di ja u kam treguar apo jo këto, më duket në Instagram po. Por janë shumë të mira për të skuqur. Këto unë I blej tek ETK, nuk e di sa janë 3, pak më duket 3 euro. Çka e tillë, po nuk janë shumë, 2 kg e gjysmë, po janë shumë të mira. Edhe për gjell, por mbi gjitha për të skuqur janë perfekt. Më thënë del shumë e fort, patatja del super e mirë. Kështu që këto fëmijët këto donin edhe fasule dhe jemi në rregull. Doja ta bëja me domate këtë në fakt, por nuk kisha domate të pjekura shumë, nuk janë të pjekura shumë ato dhe s'do ta bënin të mirë, kështu që hodha vetëm 2 luk kjo. Ashtu to po zgjej tani do t'i marr këto gjërat përveç mishit edhe do t'i shtyp këtu bashkë me këtë të skuqen së bashku, do t'i hedh pastaj dhe jemi në rregull. Ndruar në shtëpi sot dhe po bën yoga. Po të bëj moj dritë. Të pak të zbori gotë. Patatet e skuqura gati. Pitet e të taxhulit gati. Sot I bëra me qumësht të bën super të buta. Fasulja all the making. Fasulja nuk është ende gati dhe pak të zi. Po dritë. Përshëndetje. Jo, në shtëpia mami. Sa dolëm tani nga Rosmani, morëm disa gjëra edhe bashkë me Okin, ja me Okin këtu se nuk s'kishte shans të ikte Oki sot. Por po, tani do ikim tek Alti. Në fakt më doja të shkoja te Edeka, se më duhej një miell që është e Edeka, mund shkoj fare te Edeka. Po s'dua dhe të vënohem. Nuk e di ku të shkoj. Nëse do marr disa gjërat e tjera që duhen. Edhe të shtunën ne do t'jemi te Brisi, në ka ftuar Brisi, do me thënë do shkojmë për shtëpinë e re, nuk është jemi të vetë ftuar, si I thonë. Do shkojmë për shtëpinë e re. Edhe kështu që doja të merja disa gjëra, nuk e di nëse do t'i marr që sot apo nesër. Jam mytë. Okej, ik. Nuk ja u tregova të holin tjetër me gjëra nga Alti, se gjëra kështu bazike mora, vetëm salmon mora kështu diçka ekstra, pastaj këto domate, kastravec gjëra. Nice, isha tek Rosman dhe mora letra të lagura,
Pastaj, edhe këto nuk është se doja u tregoj, por do t'ju tregoj këto gjërat kështu të mira të bukura që mora. Mora maska pafund që t'i bëj në dark, sa e bukur që është kjo forma kështu. Edhe mora disa lloje dhe mora për këmbët, për Ivin. Ivi ka shumë shef këto. Edhe I mora disa në fakt. Këto varet nga marka, se sa kushtojnë. Kurse nga këto maskat më duket kjo ishte pak më e shtrenjtë, të tjerat ishin okay. Çamara tjetër të Rossmann këto se kam shumë qejf, edhe përsëri një maskë. Ndonjëherë bëjmë edhe me Ivin kështu si trajtim për të marrë veten më të mira dhe këtë ja bleva Ivit për këmbët, se lodhet shumë në punë normalisht edhe qëndron në këmbë, plus është edhe I madh, trup madh, me peshë, edhe kështu që I dhëmi gjithmonë këmbët. Çfarë mora tjetër? Unë asgjë tjetër për treguar. Këto keksat kështu me folkorn që I mora tek Aldi dhe këto. Mora edhe këtë tek Rossmann e disa gjëra të tjera. Erdha të bëj një dush, domethënë do laj flokët kryesisht, sepse duhet të jetë në flok të lagur, pra flok të larë dhe të lagur. Jo kështu ujë qull, por që të jenë mjaftueshëm të lagur. Dhe do përdor 1 me 2, do më thënë nëse do përdor e zëm 50 ml, do përdor 100 ml nga kjo. Kështu që më tregoi dhe ajo vajza atje në fakt që bleva. Mora këtë me 4% volum, që është 13 vol, nuk e di se si quhet fiks kjo, por që të mbaj më gjatë, supozohet që të mbaj më gjatë. Edhe pastaj ka marrë ngjyrën e zezë, nuk dua të eksploroj më me asnjë lloj ngjyre. Tani, e bukur është që unë nuk kam furç, sepse unë përdor gjithmonë shampo kolorin, edhe ajo bëhet kështu me dorë si shkum, dhe unë nuk kam furç e bukura. Kështu që nuk e di, do përdor këtë se doja t'i lyja më patjetër sot, se më duhet nesër të bëj një video dhe po përdor këtë tasin, duke qenë se nuk kam as tasa plastik. Por nejse, nuk prish punë. Zesi, po laj flokët edhe ja u tregoj vonë. Mirë mëngjes, sot nga një ditë e re, kështu duket floku, I kam kap natën kështu si rëmuj, që të mos më gatërohesh nëpër batanie, por pastaj do t'i rregulloj, do t'i sistemoj, do t'i bëj pak bukur që t'i kem për 2 ditë rresht ose 3 ditë, varet kur është prapë momenti për të larë flokët. Por që, dje që shkova tek Rossmann ishte një zonjë moshuar, një gjyshe, edhe kishte marrë disa nga këto kuponat që kishin 10% ulje. Në fakt unë kam shumë të tillë sepse kam tek app-i vet. Kisha edhe tek aplikacioni vet. Të lën kalamajat. Edhe po thoja se Oktivin e kam në shtëpi, se kam çfarë fare këto ditë se po bën shumë ftohtë, shumë erë dhe e di që do t'i nxjerrin jashtë dhe nuk dua ta nxjerrin jashtë, sepse realisht nuk është kohë për ta nxjerrë jashtë. E nejse, po ju thoja unë kjo gjyshja më dha, zonja e moshuar më dha një nga këto, kishte domethënë aq entuziazëm, më tha mua, ke kështu kupona ulje sepse kam shumë dhe kishte shumë. E skatoni tha në fundjavë dhe sot është e njëjtë. Kështu që më erdhi aq keq zot, domethënë mënyra e ëmbël që ajo ofrua tek unë për të më dhënë idha të gjithëve atje tek Rossmann, se kishte nuk e di kishte shumë fare. Edhe un kisha, por ja mora sepse për t'i dhënë asaj atë kënaqësinë që kur I jep tjetri diçka, edhe ishte shumë e mirë, shumë e mirë. Edhe atë të saj më përdora, në fakt nuk përdora timin vetë sepse jam njeri shumë kështu, po e thash një gjë e bëj direkt. Edhe ajo lumturua shumë, edhe unë lumturova që ajo lumturua, sa robi mirë. Edhe I dha të gjithëve atje, madje disa I pyeti edhe 2 herë. Edhe madje një gjermane I tha, ma dhe një herë, domethënë me një mënyrë kështu arrogante, por
disa njerëz kështu janë. Unë personalisht do të më kishte ardhur 10 herë nuk do t'i thoja gjë në fakt sepse ishte aq e lumtur kur ja jepte njerëzve dhe mezi ecte, mezi shtynte atë karrocën e vet me gjërat brenda dhe ta shihnit një lumturi kur shpëndante ato nuk e di domethënë. Kështu, por që më bëri shumë përshtypje di dhe më la një përshtypje shumë mirë. Ka shumë zotrinj të moshuar këtu që janë shumë të mirë, nuk e keni iden, shumë të rrallë janë ata që janë arrogant apo të shohin me një sy kështu të keq, se shumica e të moshuarve këtu në Gjermani janë shumë të mirë, pëlqejnë kështu të luajnë me fëmijët, t'japin muhabet, janë vërtet shumë të mirë. Edhe kështu, unë tani piva një kafe, bëra mëngjes për fëmijët, për vete, pse ata hëngrën se jemi ngritë që në 6. Tani do bëj drekën edhe do bëhem gati se më duhet të xhiroj një video, edhe prandaj kam lënë dhe flokët kështu, si kam bërë ende gjë sepse dua të bëhem gati për atë video kështu. Por si thoni ju, mendoj se e zeza, duke qenë se unë i kam vetë flokët shumë të zinj, edhe mendoj se e zeza është ngjyra ime dhe nuk doja të eksploroja më me asnjë gjë tjetër, por kjo boja më pëlqen shumë. Thjen ma ka mbuluar totalisht, nuk e di se sa do rri, se sa do qëndroj. Do t'ju updateoj për këtë, do t'ju përgjithsoj për këtë, por që për momentin më pëlqen shumë dhe nuk e kam lar as me një zbutës, as me asnjë gjë, domethënë conditioner ose kështu gjëra, sepse ajo zonja atje më tha që mos e laj, thjesht laje me një larje normale, tha, pas një nga këto gjërat që përdor zakonisht në dush, kështu që normalisht unë e dëgjova. Edhe kështu duket. Është pagës jashtë për shumë pak. Unë e bëra pak vetëm me vaj floku pasi pas dushit, domethënë, por që pasi ta stiloj ndoshta do të vi dhe do të bëhet më i butë. Por herën tjetër normalisht do përdor një conditioner për pjesën të paktën të fundit, që është pakës më e thatë, jo e djegur. Uji ditës gati, mente, kastravec, limon, në fakt doja lidhja dhe lajm, po thash direkt të limoni me qenë se ishte i shkreti, po jepte shpirt, edhe disa gjethe mente. Edhe ginger nuk do t'i hedh për momentin se mua më vëm koka nga ai. Edhe kështu, ta fos pak në filloj ferë të rifres. Këto gjërat këtu ma kanë ardhur nga një firmë, nga ky Epic të Joy Buy. Edhe janë super gjëra, mezi po pres t'i hap. Ky është një aplikacion në fakt që ju mund është si Amazon, fiksi Amazon, por vinë gjërat super shpejt, domethënë me këtë Expressin, edhe vinë super shpejt. Kështu që ja u sugjeroj këtë. Unë do ju lë një kod këtu që merrni ulje, ndoshta ja u tregoj më vonë se çfarë ka brenda. Por që merrni 5 euro ulje nëse blini atje, edhe thash ju vi shumë shpejt dhe keni çdo lloj kategorie dhe shumë ulje ka vetë aplikacion. Pak flokët tani dhe po shkoj që të marr kaj shpirtin tim nga shkolla. Edhe sa të vi Kalvin, besoj një orë kështu, pastaj vjen Ivi dhe të shohim se çfarë do bëjmë nga pasditës, sepse kemi disa plane, por tu pa du bë si gjithmonë. Mike qoje? Kush më ndihmon mua? Shumë bukur. Pak tek parku këtu tek shtëpia, edhe po luajm. Edhe ka i bukuria që mami tu. Ba fort! Njeriu që s'ka frikë. Kjo është e preferuara ime. Të shipesh mua? Për përfundimin e sot nuk do të shkoj më askund, sepse unë kam shkollë pas dite, hiç mendje, edhe kështu që nuk do shkoj më askund, kam shkollë online, nuk ju kam updateuar fare, nuk ju kam përditësuar fare në fakt për shkollën, por është duke shkuar shumë mirë, unë kisha pushime tani siç ka Kalvin dhe unë, sepse normalisht është shtetërore, edhe deri tani kam dalë shumë mirë, kam bërë 3... Aktive të lutem, mami lëre. Edhe kam patur 3 detyra, i kam marrë të 3 rezultatet e detyrave, kam dalë shumë mirë, kam marrë për shumë.
duhet të qetësoja bishat e vogla. Edhe po thoja që kam dalë shumë mirë, domethënë me tek të gjitha mund të kem humbur 1, 2 ose maksimumi 3 pikë, por kam dalë shumë mirë dhe jam shumë e lumtur për këtë, unë po mundohem të jap maksimumin tim, edhe që të bëj më të mirën, dal me rezultate të mira, edhe të mësoj sa më shumë. Kështu tani kemi provimin në dhjetor, dhe pas provimit pastaj fillon praktika. Unë praktikën do bëj te puna, nuk është se do bëj ndonjë gjë wow, janë 2 muaj praktik. Pastaj kemi përsëri sezonin apo semestrin e verës, se tani jemi në semestrin e dimrit. Kështu që po jam shumë entuziazmuar, mezi po pres në fakt edhe ta mbaroj, por jam duke shijuar shumë edhe këtë pjesën e shkollës. Kështu, javën tjetër jemi tek shkolla, kemi përsëri mësim, do bëjmë përgatitje për provimin, kështu që është goxha i ngjeshur ky muaj nëntori dhe dhjetori. Por që po, kështu. T'ju përditësoja pak se ndoshta kam harruar t'ju flas për shkollën, gjithsesi ju shihni vazhdimisht se çfarë bëj. Në që i kreja përsëri flokët, pash me detaje nëse më kishin marrë mirë dhe po më kishin marrë goxha mirë. Ups, mik. Bëra një make-up kështu të thjesht siç bëj unë zakonisht, edhe duhet bëja videon. Që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe ju lutem mos harroni të bëni një subscribe, like apo koment si të dëshironi. Normalisht më bëhet shumë qefi, edhe i lexoj dhe i kthej të gjitha komentet, këtë besoj e keni kuptuar tani, por me një subscribe do të ndihmoni realisht shumë, sepse pothuajse 70% atyre që shohin videot nuk më kanë subscribe. Do të isha shumë e lumtur nëse bëni një subscribe, nuk më kushton asgjë, ndërsa për mua është shumë. Faleminderit edhe një herë nga zemra që më ndiqni, që më mbështesni gjithmonë, që më komentoni gjithmonë, edhe ne do të qemi në video tjera shumë të bukura. Deri atëherë mirupafshim dhe kujdesuni për veten. Ju dua shumë. Paqim.